nuk po du me egzageru dhe nuk po du me bërë shumë dramatike këtë çështje, po përshtypja e jemi si ekonomist po na çon drejt asaj që na jemi tu e shty vendin në një vend turistik. Sikur ato vendet bregdetare që kanë një sezon të caktuar ku qarkullimi paras është i lartë, edhe na veç kur e kemi diasporën këtu, çat herë pe kemi një stimulim, pe kemi një qarkullim, një lëvizje paraseve, kaq. Do të thonë, tu shtresë mesme me jetu është bërë shumë e vështirë, për shkak se shtresa e mesme nuk mundet mja dalë me këto kosta, edhe po qëndrohemi që te fuqinë punëtore jashtë, që te fuqinë e kualifikuar punëtore jashtë, edhe i mirëpresim ata në pushime 2 javore ose një muaj gjatë vitit, me kaq po kënaqemi. Mendoj që duhemi me ndru nivel të qeverisjes, edhe një herë për gjithmonë duhemi me ofru jo çka kemi bë, po zgjidhje. Na sot jemi në mes të Europës, ku nuk kemi as trena, nuk kemi zhvillim as transportit, trena ose cilës do kohë nuk po foli për transporte urbane edhe ndërurbane, po asnjë linjë të rregullt nuk e ka ndërkombëtare, asnjë projekt të madh investiv, qoftë në pjesën e gazit nga sjellsa ose qoftë në uljen e importit të energjisë. Na krejt çka kënaqemi me paret që e lëvdojmë që po na vijnë prej diasporës. Këtë vit patëm ngritje të remitancave, vitin tjetër patëm ramje. Këto janë lajmet që i kemi të përditshme në ekonomi. Asnjë lajm, na mungojnë lajmet që i takojnë zhvillimit ekonomik, na mungojnë lajmet ku sot po e zhvillojmë këtë projekt, ku sot e implementojmë këtë projekt, ku sot i futëm këto parë në ekonominë tonë. Çka kemi na vazhdimisht? Kemi parë që e qesim jashtë, edhe atë parë na morin shtetet e tjera, që sipas entit statistikave rreth 15% e tyre na shkon veç në Serbi, plus minus 10% Maqedoni. Në vendet e rajonit eksportojmë paranë tonë, vend se me investu dhe me zhvillu në vendin tonë.